محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Falënderimet të takojnë Allahut të madhëruar, atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë, atë që udhëzon Allahu nuk ka kurrë që e humb, dhe atë që Allahu e lën në humbje nuk ka kurrë që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, besimtari në jetën e tij përballet me mundësitë shumëta për me fitu, po përballet edhe me rreziqe për me humb. Nga njëherë mungesa e vetdijes na ekspozon pikrisht ka ajo që duke u mundu me bo punë të mira, nuk arrim t'i bojmë ato ashtu si duhet. Ose për shkak të nxitimit që kemi, ose për shkak të shkujdesjes në formalitetin e kryerjes së punëve të mira, po gjithashtu edhe për shkak të mungesës së përqëndrimit, që secila punë krahas formalitetit e ka edhe një esencë. Bile të besimtari, puna e ibadeteve lidhet shumë ngushtë edhe me një refleksion të brendshëm, i cili duhet me qenë gjithsesi evident. Pra, kur falim namaz, ai namaz duhet me reflektu. Kur japim zekat, ai zekat duhet me reflektu. Kur agjerojmë, ai agjerim duhet me konë prezent edhe në aspekte tjera, jo thjesht vetëm në atë pjesën e ngushtë të asaj që ne e konsiderojmë edhe e quajmë ibadet. Mu për këte, Allahu i madhruar i ka lidhë të gjitha këto gjana, që realisht i kemi borxhe dhe obligimin ndaj Allahut të madhruar, i ka lidhë edhe me një ndikim, edhe me një shtrirje në rrafshin horizontal. Për namazin, Allahu i madhruar thot, inna salate tenha anil fahsha'i wal munkar. Namazi pengon prej veprave të ndyta dhe të liga. Pra një njeri i cili fal namaz nuk ban me kon i pasjellshëm. Një njeri i cili fal namaz edhe takohet në mënyrë të rregullt me Allahun fuqiplot. Për arsye se namazin e kemi të këtill, nuk bën me kon njeri i lig. Bile para se me lexu Kur'anin, para se me lexu hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na mjafton me kontaktu me njerëz që ndoshta nuk kanë as minimumin e dijes fetare, e ata e din se njeri i cili shkon në xhami nuk bën me kon njeri i lig. Njeri i cili falet nuk bën me kon njeri i keq. Edhe me u fal edhe me rrejt s'ban, edhe me u fal edhe me tradhtu s'ban. Edhe me u fal edhe mos me kon besnik nuk ban. A në të vërtet pse ndodh të njerëzit kjo, ndodh pikrisht për shkak të asaj se nuk e kanë kuptu qatë përkushtim që e kemi ndaj Allahut fuqiplot, pse e bajmë. E kemi thonë, vazhdojmë me e thonë vazhdimsi, juve ju doket, mundet me ju dokë përsëritje e tepërt, po adhurimet tona dhe veprat tona Allahun nuk e bojnë ma Zot. Nuk e bojnë ma Zot se është Zot absolut, zotësisë ti s'ka çka i shtohet. E pse pra Allahu ka shumë e kërkon namazin prej neve? Pse ka seriozisht e kërkon zakatin prej neve? Pse ka seriozisht e kërkon agjerimin prej neve? Këto i bën Allahu në mënyrë që ne të bëhemi ma njerëz. Allahu s'ka çka bëhet ma Zot se është Zot absolut, ndërsa ne kemi nevojë të bëhemi ma njerëz edhe të përmirësohemi me një përmirësim të vazhdueshëm, duke e synu për kryerjen, duke e synu për sosmërin, po për sosmërin nuk e arrim dot, por kjo na bën që pastaj çdo çast jetës tonë me vazhdu edhe me u përmirësu. Në rrugë vllazën, na nganjëherë mendojmë se me kon i mirë, edhe me kon bamerës, edhe me kon i sjellshëm me njerëzit, është mirë. Edhe kur themi është mirë,
si kur japim me nënkuptu në atë kundërtën që nëse nuk jemi kështu, zbohet nami, jo për kundrazi, bëhet shumë nami. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka dashur me tregu cili ishte misioni i tij, thot innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, thot Zoti nuk më ka tregu për tjetër, nuk më ka dërgu për tjetër, përveç se që me i përsos normat e mirësjelljes. Do të thonë njerëzit natyrshëm kanë mirësjellje, njerëzit natyrshëm kanë humanizëm dhe njerëzillëk, mirë po shpallja, mësimet e Allahut fuqiplot, udhëzimet e tij, rruga edhe udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e mësojnë edhe e ndihmojnë njeriu me qenë akoma më i sjellshëm. Edhe kjo nuk arrihet vetvetio. Na me moshat që i kemi, po themi kemi nevojë për një përmirësim të vazhdueshëm. Me moshën që e kam unë edhe pjesat dërmuese e juaj të nderuar vllazën, nuk e kemi moshën më me shku në shkollë. Amo e kemi moshën edhe nevojën shumë evidente për me vazhdu me u eduku edhe me u përmirësu. Edhe asgjë më bukur se sa pikrisht ibadeti edhe për ulje edhe për kushtimin ndaj Allahut fuqiplot nuk na ndihmon me arrit një gjë të tillë. Përveç se do të me e pas parasysh se namazi për me arrit efektin e tij është sikurse, po është një terapi më e mira, më efikasja që me arrit efekt nëse respektohen rregullat. E rregullat qysh respektohen? Dietarët thonë namazi mundet me prodhu efekt pozitiv edhe në sjelljen e besimtarit. E pengon besimtarin nga e keqja nëse niyeti është i pastërt. Kushti i dytë, nëse në formën e tij namazi kryhet çysh duhet, edhe kushti i tretë, nëse te namazi respektohet koha e namazit. Nuk lihet në shkujdesje me kalu koha e namazit, me ik koha pa e falë namazin. E ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një gjë, edhe ky hadith mu personalisht më shqetëson edhe shumë mati jem të dasht me e trajtu edhe me u kujtu edhe juve se mbas edhe e keni dëgju. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu që bën hajnin më të keqe, eswa unnasi sarikatan, njeriu që bën hajnin, vjedhjen më të keqe, thot a e dini kush është ai i cili e vjedh namazin e vet. I thonë ja Rasulullah, na e dim që njeri mundet me vjedh pare, mundet me vjedh po namazin, që vjedh namazin. Thot lidhet namaz edhe e fal shkele shka, as se bën rukun që duhet, as se bën sejdën që duhet, as si bën ato pjesë të namazit që duhet, në një farë mënyrë futet në namaz me aq nxitim sa që më zgjespret me dal prej namazit. E ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njërin të u fal, i ka fal 2 rekate ai zotnia, po vjen selam aleikum ya Rasulullah, ky po thotë aleikum selam, shko falo, thotë se nuk u fale. Ai shkon edhe një herë, 3 herë e kthen kështu. Thotë ja Rasulullah, mëson ku po gaboj se s'di më mirë. Edhe e mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë kur të futesh në namaz, hyn me përkushtim. Mos nxito, s'është kërkosh të njek, mundohu me përjetu namazin. Kije parasysh para kujt je dal, kije parasysh çfarë shpërblimi të madh po don me arrit, për arsye se Allah i madhruar po thuj se për asnjë vepër nuk jep shpërblim sikur se për namaz. Edhe kur e kemi parasysh se njeriu e kryen një vepër të vetën, edhe se bën formalisht çysh duhet, sipas dëshmisë profetike, ky e paska vjedh namazin e vet. Nëse namazi formalisht bëhet çysh duhet, prap ka punë për me arrit efektin, për arsye se ajo punë paraprakisht të dash njeti me konë shumë i pastër, edhe tjetra, edhe koha me u respektu, e krejt këto të nderuar vllazën, për me mujt me arrit na me i respektu, padyshim se do të me mësu, do të me ditë. Pa e marrë parasysh moshën të cilën e kemi, ne kemi shumë nevojë që me mësu në vazhdimsi, edhe për gjanat elementare, edhe për pastërtin, edhe për namazin, edhe për ardhjen në xhuma, edhe kur të vim edhe është imami të fol, çka do të më fal, sa do të më fal, a do të më ul, a do të më nejt në kom. Këto janë gjëra të cilat na do të më i ditë për arsye se janë punë që i kryjmë çdo ditë, e nëse vazhdimisht i bëjmë me gabime, rrezikojmë mos më na u pranu.
atë të njeti, të përzemërsia dhe të sinceriteti, rrezikojmë në vëllezër që një punë të cilën duhet me e bë për hir të Allahut, në vend se me na çon në xhenet, ajo punë Allahu na ruajt mundet dikon me e çon në xhenem. E kemi dëgjuar hadithin ku e përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndezjen e zjarrit të xhenemit me 3 persona. Ata 3 persona asnjëri s'janë kriminala, asnjëri s'ka bë vepër të ligë, kanë bë vepra të mira. Njëri prej tyre është ai që ka luftu, tjetri është ai që ka mësuar dhe e ka përhap diturinë, ai tjetri është ai i cili Allahu i ka dhënë pasuni dhe ai ka jep, i ka ndihmuar njerëzit. Ama njëtin se kanë pas për hir të Allahut. Kanë pas për gjëra të tjera, edhe Allahu i madhruar atë që nuk bëhet për Allahun, Allahu nuk e pranon. Kjo është një temë cilën ndoshta në të ardhmen do ta trajtojmë. Mirë, po ajo që është shumë e rëndësishme në rrugëllazën, duhet ta kemi vëmendjen te një gjë. Të një gjë që është shumë e thjeshtë me e kuptuar dhe me e majtë në mend. Ne duhet të punojmë, ne duhet të angazhohemi. Të angazhohemi, qysh angazhohemi në punë të dunjas. S'ka nevojë dikush me na thonë, se angazhohemi vetë. Edhe alarmin e lojmë me uçu me shku në punë vetë, me problemin, veç me namazin e sabat kemi problem. Ankohet njeriu thotë, s'po m'del xhumi me e fal sabahun. Në punë apo del xhumi me shku po. Në sabah pse jo, valla po harroj me lon alarmin. Në punë s'po harron me lon alarmin. E po do të me punu, se do të me jetu, e vërtet është shumë. Po edhe namazin do të me e falë, se do të me mbjetu. Është një aspekt i mbjetesës cilin namazit ta ofron, e që është shumë i rëndësishëm. Po problemi është që ne duhet të punojmë edhe të angazhohemi për mja po hajrin. Për arsye se me i thonë dikuj, ki me punu një muj dit, ama rogë nuk ki, kërkosh nuk pranon. Thotë unë nuk punoj. Tjetër është ai puna e vullnetarizmit. Ata që punojnë vullnetare dhe pa rogë, edhe ata e kanë pagesën dikon. Po e presin prej Allahut. Po hiq pa pagesë, ose hala ma ketë se kjo me i thonë dikujt, ki me shku në xhami, ki me u falë, mirë po namazit s'ka me të bo kabul, e pse mu falë badi hava. E po tash për mos me në ndodhë që kjo, do t'jemi të shumë dëvëmendshëm. Në aspektin formal, mos me e vjedh namazin tonë. Po edhe në aspektet tjera, jo veç të namazi, mos me e vjedh, mos me e dëmtu fetarin tonë, mos me e dëmtu për kushtimin tonë ndaj Allahut fuqiplot. E kjo qysh ndodh? Ndodh duke e pas na, për shembull, në xhami, tonë të kthym ka kibla, si dalim prej xhamis, kthehemi krejt dika tjetër. Në xhami, krejt të përkushtume dhe përpiqemi me u lidh me Allahun çysh duhet, si dalim prej xhamis, harrojmë se ai Allah është Zoti, që është Zoti i xhamis, është Zoti edhe jashtë xhamis. Ku është besnikëria, ku është folëni të vërtetës, ku është mirësjellja, ku është kujdesi për familjen, ku është kujdesi për familjen e gjanë, për kojshit, për kështu me radhë, e të gjitha këto të ndërun vllazën, kemi nevojë shumë me i pas parasysh, në mënyrë që angazhimi jonë mos me shku poshtë. Allah i madhruar na udhëzoft e na drejtoft, e na mundsoft që çdo vepër që e bëjmë, ajo përveç që t'jetë e pranuar tek Allahu të shpërblemi për te, ta ketë edhe atë efektin e shumë fesht cilin Allahu e premton edhe na e ofron, e them këtë që dëgjuat dhe kërkoj falje prej Allahut për vete dhe për ju, andaj ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vetdia e cila duhet me na shoqëruar në vazhdimisht është në rrugëllazën pikërisht ajo që e thash, me çdo vepër që e bëjmë, ne automatikisht synojmë të afrohemi Allahut më tepër, mirë po krahas kësaj, synojmë të bëhemi më njerëz, të bëhemi më të mirë, të bëhemi më të sjellshëm, të bëhemi më korrekt edhe më drejt, edhe të bëhemi më të kujdesshëm që njerëzve të mos u hyjmë në hak, për arsye se mundet me na ndodh që me dal për Allahut fuqiplot, edhe këtë e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mundet me ndodh dikujt me dal para Allahut, tu mendu se ka shumë bagazh, tu mendu se ka shumë vepra, tu mendu se ka shumë sevape, megjithatë del para Allahut fuqiplot, dur that, ju ka thonë shokëve të vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë a e dini kush është i bankrotuar? Ka thonë ja Rasulullah, i bankrotuar është ai që është dur that, jo thot i bankrotuar i llojit më të keq. Është ai i cili ka fal namaz, ka agjëru, ka dhon, ka bëu vepra të mira, ndërsa del para Allahut fuqiplot dur that. Për çfarë arsye? Për shkak se krahas aty në punëve të mira që i ka bëu edhe punë të këqija. Filanin e ka shah, atë tjetrin e ka rre, të tretin e ka shty, të katërtit ja ka hongër hakun, aty të pestit i ka bëu zullum e kështu me radhë në forma të ndryshme. Edhe derisa i ka bëu këto
këto vepra, ai do të dalë para Allahut fuqiplot edhe s'munët me e qitë hapin pa e barazu llogarin edhe me njerëz. Pra borxhet ndaj Allahut i ke kry, po ku po mbetet haku i njerëzve, ndërsa Allahu i madhruar hakun e njerëzve e ka rëndit me njëherë mas hakut të vet. A nuk është Allahu ai i cili kur na urdhëron që të adhurojmë vetëm atë, edhe në adhurim të mos ja shoqërojmë askën, me njëherë na ka thonë edhe me prindrit silloni mirë. Çfarë renditje interesante e mrekullueshme. Pse? Për arsye se haku i Allahut, haku i njerëzve, korrektësia qëndron pikërisht këtu, edhe këtë balans, këtë baraspesh na do të me arrit krahas ibadetit me mirësjellje, krahas besimit me korrektësi, krahas namazit me bamirësi, edhe në këtë formë pastaj me lejnë e Allahut arrim jo të bëhemi të përkryme dhe të pagabime, po bëhemi të mirë, bëhemi të dashtun tek Allahu fuqiplot, e Allahu kur na don, masane edhe ato gabimet eventuale na i fal. Allahu i madhruar na dhuroft sinqeritet në fjalë edhe në vepra, na dhuroft për kushtim cilësor në rrugën e tij, edhe na boft të sjellshëm ashtu siç është kënaqësia e tij. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil 'alamin Hamidum Majid. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين وأخذل من خذل المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.